Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e kryeministrit për anulimin e masave të pezullimit të ish-zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Ballukut, duke sqaruar se autoriteti për të marrë vendime për masa ndaj ministrave nuk kërkon miratim paraprak të kuvendit. Në vendimin e zbardhur brenda 30 ditëve, gjyqtarët sqarojnë se kërkesa e kryeministrit kishte për qëllim jo zgjidhjen e mosmarrveshjes së pushteteve, por përpjekjen për të anuluar vendimin individual të gjykatës së posaçme kundër Ballukut. Sipas gjykatës, masa e pezullimit i drejtohet individit dhe jo institucionit, duke e bërë të papranueshëm barazin me procedurat për shkarkimin e një ministri. Dy gjyqtarë shprehen qëndrim paralel, duke vlerësuar kërkesën si haptaze të papranueshme. Nga ana tjetër, disa gjyqtarë mbështesin idenë se imuniteti i ministrit mund të trajtohet në mënyrë të ngjashme me atë të deputetit, duke i dhënë anëtarëve të Këshillit të Ministrave mbrojtje ligjore të veçantë. Megjithatë, asnjëra nga këto dy linja nuk arriti të sigurojë shumicën e 5 gjyqtarëve të nevojshme për një vendim pro ose kundër. Si rrjedhoi, gjykata kushtetuese vendosi që kërkesa e kryeministrit të rrëzohet, duke lënë në fuqi masën e pezullimit të Belinda Ballukut. Ky vendim është i rëndësishëm pasi sqaroi për herë të parë dallimin ligjor mes procedurave për deputetët dhe ato për ministrat, duke vendosur precedent për rastet e ardhshme që lidhen me imunitetin dhe përgjegjësinë administrative të anëtarëve të gjykatës. Gjykata gjithashtu theksoi se, ndërsa imuniteti i deputetit lidhet ngushtë me mbrojtjen nga përgjegjësitë penale dhe ligjore, masa e pezullimit për ministrin synon kryesisht të mbrojë funksionimin e administratës dhe integritetin e detyrës. Vendimi thekson rëndësinë e ruajtjes së ekuilibrit mes pushteteve dhe përcaktimin e qartë të kompetencave ligjore për secilin funksionar publik.